Pas Bllacës, Maqedonia e Veriut dhe Republika e Kosovës kanë vendosur që sistemin e njohur si One Stop Shop ta vendosin në përdorim edhe në pikën tjetër kufitare që lidh dy vendet mes Jashincës dhe Globoçicës. Prezent për të uruar këtë sukses në vendngjarje ishin zëvendës kryeministri Mexhiti, ministri Pançe Toshkovski, po edhe ministri i punëve të brendshme i Republikës së Kosovës, Xhelal Sveçla. Zëvendës kryeministri Zet Mexhiti tha se me këtë hap afrohet Tetova me Prishtinën dhe qytetet tjera të Republikës së Kosovës, njëjtë siç muaj më parë. Përmes të njëjtit sistem u afruan Shkupi dhe Prishtina. Mexhiti tha se ky mekanizëm zhduk pritjet e gjata me të cilat në të kaluarën janë përballur qytetarët. Sot e bëjmë Tetovën më afër, domethënë me Prishtinën dhe qytetet tjera. Pra dëshmojmë që këto dy qeverit janë qeveri në shërbim të qytetarëve, në realizim të projekteve që lehtësojnë qarkullimin e tyre, lehtësojnë domethënë edhe qarkullimin e mallrave dhe mendoj se edhe këtu në Jashincë është një kontribut në funksion të qytetarëve, të lëvizjes së lirë. I pari i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, tha se One Stop Shop në Jashincë vjen pas suksesit me Bllacën. Tha se me këtë pikë përmbyllin me sukses heqjen e barierave dhe lehtësojnë qarkullimin e qytetarëve. Toshkovski shtoi se në të njëjtën mënyrë do të vazhdojnë edhe në pikën kufitare në Tabanac, po edhe në Qafthan. Implementimi i One Stop Shop do të vazhdojë edhe më tutje duke vënë në funksion edhe me Republikën e Serbisë, gjithashtu do ta implementojmë edhe me Republikën e Shqipërisë. Do ta implementojmë në gjitha pikat kufitare në cilat do të kemi mundësi në periudhë më të shkurtër kohore, me të vetmin qëllim që qytetarët në Ballkan të mund të komunikojnë, lëvizin lirshëm dhe të realizojnë të drejtat e tyre aq më shpejt sa mundemi. Ministri Sveçla nga ana tjetër këtë hap e cilësoi si sukses të madh, duke shtuar se vjen si rezultat i bashkëpunimit të shkëlqyeshëm mes dy qeverive dhe ministrive respektive. Realisht një suksesi të jashtëzakonshëm që e kemi qoftë pas Honit të Lezit tash edhe këtu, ku qytetarët e dy vendeve do t'i nënshtrohen kontrollës hyrje-hyrje. Do të thotë në vend se të ketë dy kontrole të ndara, tashmë kemi edhe në këtë pikë kufitare regjimin e kontrollit hyrje-hyrje, fal bashkëpunimit të dy qeverive, të dy ministrive. Muaj më parë qeveritë e dy vendeve promovuan pikën e përbashkët kufitare në Bllac, që tani e cilësojnë si sukses dhe vlerësojnë se ka ndikuar pozitivisht dhe ka zhdukur kolonat e gjata me të cilat qytetarët janë përballur paraprakisht para përdorimit të këtij sistemi.